Mirëmbrëma shikues të nderuar. Ashtu si që kemi paralajmëruar javën e kaluar, sonte do të merremi me Nazim Bllacën, agentin e veçpallur të Shikut, që me dëshminë e tij ka futur në burg disa persona, jo pak të rëndësishëm. Opinioni në Kosovë kishte filluar ta harronte atë deri pak ditë më parë kur në media dolën disa emailë të shkëmbyer mes tij dhe prokurorisë serbe për krime të luftës. Në dokumentarin në dorë të Nazimit, ne ndërtojmë një profil të këtij personi shumë interesant. Publikojmë për herë të parë të gjithë shkëmbimet mes tij dhe prokurorëve serb dhe njëkohësisht shpalosim detaje se si ai mundoi të rekrutonte dëshmitar në Kosovë për llogari të Beogradit. Ju ftoj ta ndiqni dokumentarin. Vllac, ke kujdes, duhet largosh nga Kosova. Plumin e ki ofër. Vrasje plagesa, kërcënime, shantazhe, rrahje brutale. Knost të shkruan për gazeta. Nuk ka lidhje. Ja dhe kush ka më të besue. Jo është fjala për vrasje plagesa. Fillimisht qeshen me të. Pastaj e injoruan. Kur asnjëra prej këtyre mjeteve nuk dha efekt, filluan ta luftojnë. Në fund, fitoi Bllaca. Mirëpo, ky fund nuk ishte përfundimtar. Lufta e tij ndaj eprorëve më të lartë të UÇK-s nuk ka të ndalur. Parafërsisht bëhet fjalë për 17 raste. Sa ke realizu? Jo është fjala për vrasje plagesa, kërcënime, shantazhe, rrahje brutale e tjera. Me dëshminë e tij sot janë në burg Fahredin Gashi, Shpresim Uka, Driton Hajdari, Sadik Abazi dhe Shaban Syla. Kurse Bekim Syla gjendet në Arati. Përpjekjet për ta shpallur person me tëmeta mendore nuk u morën parasysh prej gjyqtarëve dhe prokurorëve të Uleksit. Për më tepër, pozicioni i Bllacës prej vitit 2008 deri më tash ka qenë diçka në mes të prokurorit dhe dëshmitarit. Në kushte normale, pasi të kryhet një krim, prokurori duke ndërtuar rastin fillon i gjen dëshmitarët. Ky rregull nuk vlen në rastin ton. Është Bllaca që ndërton rastin dhe e gjen prokurorin. Për drejtësi në Kosovë flitet sikur për ndarjen e epokave, para daljes së Nazim Bllacës dhe pas daljes së Nazim Bllacës në skenë. Thuhet se Bllaca ka qenë duke bashkëpunuar me prokurorët ndërkombëtar që prej përfundimit të luftës, por ai kishte shpërthyer në publik pasi që dikush e kishte sulmuar natën në shtëpi. Këtë sulm Bllaca e kishte konsideruar si akt të shpalljes së luftës.
protestës për luftë, ju përgjigj me kënaqësi. Ky profesor i gjeografisë nga fshati Ribar i komunës së Lipjanit. Unë kam punu në linijën nën koordinatën e Azim Sylës. Normal që unë kam pasur shefi mbi mua, ka qenë shpresi muka. Ngjarja ishte shokuese, nga pak edhe komike. Për herë të parë ndodhte që një dëshmitar i profilit kaq të lartë ta zgjedhte sheshin kryesor të Prishtinës për të dëshmuar. Edhe pse e papritur, dalja e Bllacës sigurisht e paralajmëruar javë më parë nga 2 deputet të Kuvendit të Kosovës. Një CD enigmatike Ganigeci e kishte tundur në sallën e Kuvendit. I kam të filmuara. Në këtë kuvend, ka ministra e zëvendës ministra që kanë dhënë urdhra me vrarë deputet tjerë. Geci po fliste për Bllacën. Kjo u kuptua me 29 nëntor, kur Geci dhe Salihaj i shpërndan për publiku në gjerë CD-t e Bllacës. Çdo gjë dukej surreale. Bisedat dhe ngjarjet dukeshin të afërta me filmat e Kupolës. Azim Syla është kështu mëllori i Shikut, këto mos është e mundur. Ai që kishte qenë shef i Shikut deri në vitin 2008 e kishte mohuar në intervista televizive faktin se Bllaca ka qenë në shërbimin e tij e as në shërbim të tij. Kërkoj falje si që isha, kërkoj falje, jo nuk ka qenë kur, asaj njeri, as njerëz për rreth ti. Nuk du me spekulu, a është psikopat, a është kriminal, apo ka probleme borxhe, pa ka rëndësi për mu kjo. Këto tash kishin shumë pak rëndësi, se sa çfarë po thoshte ky dëshmitar. Euleksi mori të gjitha masat që Bllacës t'i ofroi një mbrojtje maksimale në shtëpinë e tij, ku qëndroi 6 vite. Në harkun e kësaj kohe, Bllaca i realizoi shumicën e qëllimeve që ja kishte vënë vetes. 3 procese gjyqësore, Bllaca 1, 2 dhe 3 dhe shumë të dënuar. Zona Ekspres ishte edhe në shkollën ku Bllaca ka dhënë mësim, por ish kolegët e tij nuk deshen të flasin. Jashtë kamerës, ata që e kishin njohur dëshmitarin Bllaca tregojnë se sjelljet e tij gjatë kohës kur kishte dhënë mësim ishin mjaft të dyshimta, me shumë vetura luksoze dhe me shumë truproja. Por, si nisi Nazim Bllaca dhe kush e dinte për të, pos Ganigecit e Adem Salihajt? Po, kjo është pyetje psikologjike. Gazetari Milajm Zeka e ka një rrëfim për të. Ai e lidh me këtë histori edhe presidentin e sapo zgjedhur, Hashim Thaqin. CD-ja e parë ka shku fillimisht në dorën e Ganigecit. Ganigeci ka shku edhe ka dosht m'ia dorëzu ministri drejtësisë, zotit Hajredin Kuqe. Hajredin Kuqe nuk ka pranu, i ka thonë që këtë CD mund t'ja dorëzosh kryeministrit Hashim Thaqi. Ganigeci ka shku në zyren e kryeministrit Thaqi dhe Thaqi i ka thonë, a ja mundën këtë CD? Ganigeci ka thonë jo, atëre ka thonë dorëzoje në Eulex. Kështu që kjo është historia e CD-s. Nazim Bllaca kishte përkrahjen dhe besimin e plot të Eulexit. Me dëshmitë e tij përfunduan në burg Fahredin Gashi Faruku, Shpresim Uka, Driton Hajdari, Sadik Abazi dhe Shaban Syla, derisa Bekim Syla u dënua por vazhdon të mbetet në arrati.
Ishte paralajmëruar se në procesin Bllaca 4 do të përfshihet penalisht edhe Azem Syla, ish shefi i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Të gjithë ata që Bllaca i zuri në gojë si pjesë e grupit që ai e quante skuadra e vrasjeve të Shikut, janë tashmë në burg ose në Arrati, përveç Azem Sylës. Kundër tij kishin pushuar hetimet. Këto 2 vite kanë qenë vite të rënda, akuza më të ndryshme, jo vetëm Azem Syla. Kur u lirua nga hetimet, Azem Syla ngriti dyshime mbi besueshmërinë e dëshmitarit. Po mos harrojmë se për mendimin tënd kanë qenë të çarqeve caktuar, qoftë Srebrenica edhe të tjera. Zona Express ka fakte që e lidhin Azim Bllacën me prokurorinë për krime lufte në Beograd, përse paku 13 vitet e fundit. Pika kryesore e kontaktit të tij është Dragoljub Stanković, zëvendës krye prokuror i prokurorisë serbe. Në këtë komunikim Bllaca i pa penguar, edhe sa ishte në burg në Dubrav, ka komunikuar me prokurorët serb. Është ankuar në punën e Oleksit dhe ka provuar të rekrutojë dëshmitar të rinj për llogari të prokurorisë serbe. Vërtetësinë e këtyre emailave ka refuzuar ta komentojë Euleksi. Në emailat që ka Zona Express, Bllaca flet si dëshmitar i prokurorisë serbe. Ne besojmë që ju dhe shefi juaj jeni të kënaqur me kontributin tim për 7 vite dhe do t'jeni në të ardhmen, i thot Bllaca Stankovicit me datën 7 tetor 2014. Aty Bllaca ankohet se Euleksi e ka humbur rrugën ku bëhet fjalë për drejtues të UÇK-s. Prokurorët e Euleksit kanë humbur rrugën, po u mashtrojnë juve dhe asgjë nuk ka kundër profilit të lartë, kundër komandantëve të njohur të UÇK-s. Me 9 shtator 2014, prokurorja e Euleksit Diana Wilson më ka thënë: "Bllac parashtroi kërkesën për lirim me kusht se ne do të intervenojmë tek paneli i cili përbëhet nga vendorët komplet. E ke fitu të drejtën për me apliku me u liru me kusht që nga data 20 janar 2014, thot prokurorja Diana. Sot me datën 9 tetor 2014, paneli për lirim me kusht e ka refuzu kërkesën time. Kërkoj nga ti zoti Stanković të rregulloni punë me shefin tuaj dhe të më ndihmoni në transferin e familjes." Raportet e Bllacës me Stankovicin kanë qenë dhe mbeten shumë të ngushta. Bllaca nuk ka ngurruar t'i kërkojë ndihmë Stankovicit sa herë ka pasur probleme me drejtësinë në Kosovë. Policia e Kosovës me qëllim që të ma humbin besueshmërinë ka ngrit këtë kallëzim penal. Unë kërkoj nga ju që të kontaktoni me eks-personin dhe që dëshmitarët serb mos të më akuzojnë mua, se kam bërë autorizim falso. I shkruan Bllaca Stankovicit me 5 tetor 2014. Këtë favor Bllaca e kërkon në mënyrë që t'i ketë duart e lira të merret me Azem Sylën në procesin Bllaca 4. Stanković kishte informacione ekskluzive nga Bllaca. Ai e dinte i pari për procesin Bllaca 4. Në këtë proces për shpëlarje parash, krim të organizuar, pritet që të akuzohet njeriu më i fuqishëm dhe më ndikim në Kosovë, Azem Syla. Në këtë rast, prokurorja Diana Wilson ka qenë korrekte me mua, më ka thënë se do t'jesh dëshmitari kyç. Pa ty nuk do të mundemi ta dënojmë Azem Sylën, i rrëfen Bllaca Stankovicit.
Përveç kësaj, Blaca në burgun e Dobravës ka provuar të rekrutoj edhe dëshmitar për llogaritë të prokurorisë serbe, lidhur me rastin e sulmit ndaj autobusit të Nish Expressit në shkurt të vitit 2001. U bën gati 13 vite kur ka ndodhur rasti i Nish Expressit dhe nuk ka asgjë lidhur me këtë rast deri më sot. Mirë po sot ka ndryshuar gjendja. Unë kam dorë dëshmitarin këtë që ka qenë pjesëmarrës në këtë rast. Ai më ka njoftuar mua dhe më ka thënë: "Blaca, ty të besoj, ki lidhje të forta, jam interesuar me hy nëse ti më thua." I shkruan Blaca Stankovicit. Prokurori Charles Hardway duhet të hyjë në këtë rast. Ai ka qenë tek unë vitin 2012 dhe më ka pyet për 2 raste më të mëdha që kanë ndodhur në Kosovë kundër minoritetit serb. Rasti i Nish Expressit dhe rasti i Grackës. Ky dëshmitar është shumë i çmuar për këto raste. Ju lutem shfrytëzoni tërë kapacitetin e juaj dhe bëni presion që ky rast të rikthehet si rasti më i madh. Nuk është ndëshkuar askush. Unë e di të sigurt që ju keni të vështirë të intervenoni tek Brukseli apo te Jonathan Rattel, sepse Florim Ejupi u arrestua para 3 muajve me akuzën për terrorizëm, por u lirua përmes Steven Shukit, i cili është për momentin këshilltari i Ramush Haradinajt. Shkruan tutje Blaca. Rasti Nish Express ende nuk është hapur për rihetim, ose së paku nuk është njoftuar publiku për këtë gjë. Por Blaca nuk ka arritur që gjatë gjithë kohës ta ruajë gjakftotësinë. Në momentet të thyrjeve, ai e zgjedh krahërorin e Stankovicit për të qarë. Drejtësia e Oleksit më ka shkatruar gjithçka mua, nuk e ka marrë parasysh se unë kam qenë dëshmitar i çmuar për ta dhe nuk e ka marrë parasysh se unë me daljen në publik me 29/11/2009 kam sjell revolucion lidhur me denoncimin e krimeve që nga viti 1998 e deri më sot. I nderuari zoti Stankovic, unë kërkoj nga ju që t'i tregoni zyrtarëve në Bruksel që Euleks është duke e dërguar Blacën drejt vdekjes sikur dëshmitari X. Kjo nuk është e gjitha. Binomi Blaca Stankovic i bashkohet në komunikim edhe prokurori i Oleksit Mauricio Salustro. Më 26 prill të vitit 2013, Salustro i shkruan një email Stankovicit, në të cilin njofton se është pranuar si valide dëshmia Blacës në rastin Kleçka. Të njëjtin email, ai ja ka bërë forward edhe Blacës. E kam takuar dje Blacën dhe ai më kërkoi mua që t'ju dërgoj një email konfirmuese deklaratën që e ka dhënë për mua e që quhet rasti Kleçka është pranuar si dëshmi nga gjykata. Aktualisht bazuar në konsensusin e palëve, gjykata konsideron si të lexuar gati tërë deklaratën e procedurës paraprake, përfshirë atë të Blacës. Unë nuk kam ndonjë problem që t'ju konfirmoj juve këtë, për çfarëdo arsye që mund të jetë. Shkruan në emailin që Salustro i ka dërguar Stankovicit. Zona Express ka provuar që të marrë komente edhe nga Salustro, edhe nga Stankovic, por asnjëri nuk u është përgjigjur pyetjeve tona. As Oleksi nuk ka pranuar që të përgjigjet në pyetjet e emisionit. Oleksi nuk hyn në një debat i cili mund të dëmtoj parimet e mbrojtjes së dëshmitarëve, i cili është element vendimtar i sundimit të ligjit. Misioni nuk dëshiron të bëj komente të mëtutjeshme lidhur me këtë çështje, thuhet në përgjigjen e Oleksit për Zona Express. Yugoslavia of the UDBA and in the Albania of the Sigurimi.
Por, vetëm pak ditë më parë, shefi i Uleksit, Gabriele Meucci, kishte bërë komente që preknin rënd të drejtën e mediave për të raportuar, derisa Uleksi edhe në këtë përgjigje del që e ka ngatruar kategorinë juridike të Nazim Bllacës. Deri më tash, publikisht dihet që Nazim Bllaca ka qenë dëshmitar bashkëpunues i prokurorisë, por jo dëshmitar i mbrojtur. Nazim Bllaca asnjëherë nuk ka qenë dëshmitar i zakonshëm. Ndodh shumë rrallë që një dëshmitar i profilit kaq të lartë të fitoj vëmendjen e opinionit në masë të përafërt me yjet e muzikës. Mbetet e paqartë se a ishte kjo pjesë e një strategjie të menduar me herët, apo ishte thjesht fascinimi i Bllacës me teknologjinë dhe rrjetet sociale. Për një kohë të gjatë, ai ka qenë aktiv edhe në rrjetet sociale, e mik online edhe me fytyra publike e politikan. Merrte pjesë me komentimin pothuajse për të gjitha zhvillimet në vend. Nazim Bllaca ka pasur në përdorim llogarinë Super Bllaca në YouTube, ku ka të publikuara dhjetra storie e videomontazha nga aktivitetet të tij. Në fakt, fushata e tij ishte mbështetur në media dhe teknologji. Për këtë gjë, ankohen edhe familjarët e personave të dënuar nga dëshmia e Bllacës. I du 1 milion, 2 milion euro ose komitivisht të gjitha vrasjet që i shonë për gazeta. Kjo është Ilirida Gashi, 21 vjeçare, studente e drejtësisë. Prindi i saj, Fahradini, është i dënuar me 18 vjet burg për vrasjen e Sali Gashit, i denoncuar nga Bllaca. Para se të fillonte procesi, Bllaca kishte këmbyer disa SMS me Fahredinin. Në këto mesazhe telefonike, Bllaca i kërkonte para Fahredinit, në të kundërtën do të akuzoj për vrasje. Shumë shkurt Nazim Bllacën e kisha përshkruar si një krijesë lig që përpara është gjithçka me bon gjendja ai. Gjendja shëndetësore e Fahredinit është përkeqësuar prej kur ka filluar procesi gjyqësor. Ai ka probleme serioze me shëndetin mendor. Të akuzosh për diçka të tillë, atëherë kjo mundet me qu edhe në prag të vdekjes për traumat që i ka marrë, stresin, depresionin, edhe normal edhe për smundje, edhe në smundje psikike i ka ndiku, mentale të pashërushme. Fahredin Gashi, i njohur edhe si Faruku, po vuan dënimin në Dubravë. Për shkak të gjendjes së rëndë psiqike, procesi Bllaca 2 ishte ndalë, pasi ai zyrtarisht mbetet i paaftë për të qenë pjesë e një procesi gjyqësor. Disa mendojnë se ai po aktron. Herën e fundit, i pyetur nga gjyqtari se a dinte ku ndodhej, ai ishte përgjigjur: "Jam në teatr." Këtu, thot Bllaca, e ka marrë armën për ta vrarë i Bush Klokoqin, ish zyrtar i sigurimit të shtetit në kohën e regjimit serb. Ai thot se armën e tipit Skorpion ja kishte dhënë hiq më pak se Azem Sylla. Bllaca tha se ditën e 6 gushtit 99, kur edhe u vra Klokoqi, ka qenë duke vozitur kombanjen e tij. Në mbrëmje, kishte lënë të takojë prapa këtij hoteli me grupin, në përbërje, Sadik Abazi,
Bekim Sylla e Shpresim Uka. Ata së bashku ishin nisur drejt shtëpisë së viktimës. Në aktakuzën e Oleksit, të njohur si Bllaca 3, ku Nazim Bllaca merr përsipër krimin, nuk është përmendur vendodhja e shtëpisë së Klokoqit. Në hulumtimin e kryer nga zona Ekspres, mësohet se ai është vrarë në këtë shtëpi, në qoshët të lagjës së muhaxherëve, saktësisht në këto shkallë. Prishtinë, i Bosh Klokoqin, unë Nazim Bllaca personalisht kam qenë me 3 persona tjerë dhe kemi marrë ekzekutimin e tina në praninë e gruas tina. A ishte vërtet Nazim Bllaca atentatori i Bosh Klokoqit, apo i thjesht po merrte përsipër një krim që se ka kryer për të shërbyer nevojave të prokurorisë serbe, ashtu siç u thot atyre, me të cilët po punonte për më shumë se 7 vite. Vetë vendimi i gjykatës është kontradiktor. Tek gjetjet e gjykatës, një pjesë e komenteve të panelit ngritet dilema duke thënë: Nazim Bllaca ose po e thot të vërtetën, ose po gënjen. Pikpyetja bëhet edhe më e madhe nëse krahason dëshmitë e familjarëve të viktimës me ato të Bllacës. Nazim Bllaca pretendon që ditën kur u vra Klokoqi kishte shkuar tek ai me një kërkesë për një pasaport, derisa gruaja e Klokoqit, Drita, në vazhdimsi thoshte se personi që e vrau burrin e saj kishte kërkuar që të blinte një autobus të vjetër Zastava. Kjo dëshmi e saj ishte mbështetur edhe nga vllai i viktimës, Alishan Klokoqi. Drita madje nuk ishte mundur as t'i identifikonte vrasësit. Për më tepër, në dëshminë e saj ajo thoshte se personat që vranë burrin e saj në vend të shkronjës Y thoshin U. Për mbrojtjen e të akuzuarve, ky ishte një indikacion se dorasit nuk kishin qenë shqiptar. Serbët kanë problem me shqiptimin e shkronjës Y. Këto dhe evidencat të tjera u shpërfillen nga gjykata, të pandehurit u dënuan. Për këtë rast, gjykata në verdiktin e saj konstaton diçka përtej kërkesave të prokurorisë. Thot se nga dëgjimi i dëshmitarëve të këtij procesi ka ardhur në përfundim se Azem Sylla ishte lideri i grupit kriminal, ku Nazim Bllaca bënte pjesë. Zona Ekspres ka tentuar që ta intervistoj Azem Syllën, por ai nuk ka pranuar. Por nuk janë pajtuar të gjithë me këtë akt gjykim. Unë kam patë domosdoshme që këtë rast të trajton gjykata kushtetuese. Avokati Sadik Abazit e ka dërguar lëndën e klientit të tij deri në gjykatën kushtetuese. A ka bashkëpunu Nazim Bllaca me prokurorinë e Serbisë ose jo? Unë ato nuk e di dhe nuk mund ta them. Mirë po, në bazë të asaj që kam pa në media, që janë publiku pikrisht nga mediat tuaja, Kosovës, unë besoj që ato duhet jenë sakta, edhe për një arsye tjetër, nga se ne jemi dëshmitar që prokurori i cili ka trajtu këto raste është përfolë dhe më herët për bashkëpunimin e tij me organet dhe prokurorinë serbe. Unë jam ai avokat që në emër të klientit tim i kam bë kallëzim penal, salustros. Edhe i dënuari Shaban Sylla thot se dëshmitari Nazim Bllaca është i pabesueshëm. Ai e ka një shpjegim të thjeshtë pse ka ndodhur e gjithë kjo. Thot se Bllaca kishte shumë borxhe dhe donte t'i shlyente. Unë kam rrejt shumë Nazim Bllaca. Vjen keq që e tham të para media. Pse? Kam rrejt përbërës. Për gjyqita, veç përbërës. Ka hëmësie. Ku e ku në zonë?
Deri më tash fati i njerëzve të dyshuar ka qenë krejtësisht në dorën e dëshmisë së Bllocës. E ky, sipas të gjitha gjasave, ende nuk është rrëfimi i fundit i Bllocës. Para nesh është tribunali special, e që pjesë e tij mund të jetë kush tjetër pos Super Bllocës. Për të, madje ky tribunal është shpresa e fundit. Unë e kam kuptuar se pa u hap gjykata speciale në Hag nuk ka asgjë këtu nga EULEX-i, sepse këta po thonë se qeveria e Kosovës ua ka marrë kompetencat ekzekutive. Sido që të jetë, ne do t'jemi të gatshëm që t'jemi bashkëpunues me ju dhe gjykatën speciale në Hag, i shkruan Blaca Stankovicit. Ka dhe kosovarë që besojnë se Nazim Blaca është dëshmitari i kësaj gjykate, por që nuk është bërë publike ende. Nazim Blaca ka me qenë njeri prej dëshmitarëve kryesor të gjykatës speciale dhe pa asnjë dyshim të tham me shumë bindje dhe siguri që në mesin e të arrestuarve nga gjykata speciale përpos Agim Qekut, Xhavit Halitit, do jetë i arrestuar me Azem Sylla. Dhe listën më e dini që e kam bërë publike, do jenë edhe shumë të tjerë të arrestum, por Nazim Blaca do jetë dëshmitari kryesor dhe dëshmitar me kredibilitet shumë të lartë. Zeka ka besim në të. Thot se komunikimi i tij me serbët nuk e dëmton as pak kredibilitetin tek gjyqtarët ndërkombëtar. Qofse e shef me syrin e një gjykatësi ndërkombëtar rrëfimin e Nazim Bllacës, çdo gjykatës ndërkombëtar ka me marrë si dëshmitar të besueshëm. Fatkeqësisht se këta kanë qef mes me marrë, po e marrin. Asgjë, as familjarisht, asgjë. Mirë po. Në vitet në vijim, do të shohim se a është Nazim Blaca personi që do të arrëzoj rrëfimin e UÇK-s si një kull prej letre. Deri më tash, fjala e tij ka qenë ligj. Ndoshta shumë gjëra do të zbardhen, ndoshta do të dim të vërtetën për shumë krime, por një gjë mund të mbetet mister për jetë. Kush e solli Nazim Bllacën? Kemi ndjekur kështu dokumentarin Në dorë të Nazimit. Javën tjetër do të transmetojmë një dokumentar shumë interesant. Natën e mirë.